kontributi i tij grandioz në verifikimin shkencor të haditheve dhe të disa veprave kapitale në shkencat islame e ka bërë emër të njohur në tërë botën islame. Ndonse ka lindur në Damask dhe ka vepruar në botën arabe, ai kur nuk harroi se kush ishte dhe prej nga ishte. Në portret ne ju sjellim një përmbledhje të biografisë dhe veprimtarisë së tij, duke u fokusuar edhe tek veprat që ka realizuar, për ta njohur nga afër, por edhe për t'u bindur për vlerat dhe kapacitetin e tij shkencor. Shuaib Arnauti. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Koncepti për dijen në Islam është i veçantë. Dija nuk njihet sipas sasisë së informacionit, por pranisë së saj, apo thënë më mirë, reflektimit të saj tek njeriu. Imam Shafiu dikur pas ka thënë, dije nuk quhet ajo që memorizohet, por ajo që zbatohet në praktik. Kjo ka bërë që dietarët musliman të dallojnë jo vetëm për dijen, por edhe për vlerat dhe edukatën. Ndërsa shfleton për jetën dhe veprimtarinë e hadithologut të kohës, Shuaib Arnautit, bindesh për këtë binom vlera shkencore e morale në personalitetin e tij. Motivimi çua bën të kërkuesve të dijes është shkoqitur në biografinë e tij si vlerë dalluese e tij. Mënyra se e zhvillon të aktivitetin shkencor, ose thënë më saktë bashkëpunim me të tjerët, nuk është thjesht një praktik, por një mësim për brezat. Ai la gjurmë të pashlyera në kujtesën shkencore të ummetit. Emri i tij qëndron i gdhendur në vepra kapitale. Ai ishte dhe mbetet një frymëzim për brezat e rinj. Në portret ne do të shkoqisim disa copëza historie nga jeta dhe veprimtaria e tij, për të njohur sadopak me përmasat e këtij giganti shkencor, e këtij kolosit madh të trashëgimisë islame. Hoxha Shuaib Arnauti është me prejardhje shqiptare. Familja e tij ishin shpërngulur në Damask në vitin 1926. Nuk ishin familja e vetme, kishte edhe shumë të tjera. E kishin bërë këtë për shkak të ndryshimeve që ndodhnin, e cilat rrezikonin fenë dhe ngushtonin çdo ditë e më shumë hapësirën për zbatimin e saj. Sigurisht kanë qenë vendime të rënda të vështira, kanë qenë shkputje dhe ndarje të dhimbshme, se ajo e mishit nga eshtrat. Kjo ka bërë që kur të mos e harrojnë vendin e origjinës, të mos e harrojnë gjuhën dhe të mos e harrojnë traditat. 2 vite pasi zhvendosen në Damask, lind Shuaibi. Jetonin në lagjën Divanije, ku jetonin edhe familjet e 2 hadithologëve tjerë, Albanit dhe Abdul Kadrit. Shuaibi do të edukohet fillimisht pranë familjes së tij. Kishte memorizuar pjesë të shumta të Kur'anit dhe mbase dëshira për të njohur me sekretet e Kur'anit, do ta shtynte që të studionte arabishtën qysh herët. Për 10 vite me radhë kanë ndjekur kurset që zhvilloheshin në xhamitë e Damaskut dhe në shkollat e vjetra të tij për arabishtën. Ai pati fatin që të merrte mësim nga disa emrat njohur të shkencave të gjuhës dhe fesë, siç ishin për shembull Sali Farfuri dhe Arif Dovegji, cilët ishin nxënës të dietarit të madh të Shamit në atë kohë, Bedruddin Haseniut. Krahas tyre, mësime ka marrë edhe nga hoxhallarët shqiptar. Ka marrë mësime nga Sulejman Gavoçi, babai i Vehbiut, dhe nga Nuh Nexhati, babai i Nasiruddin Albanit. Më pas, Hoxha Shuaib i qaset studimit të fikut, ku mëson disa nga veprat kryesore në medhhebin Hanefi, siç janë për shembull vepra Meraqi el Falat të Shrumbulalit, Ikhtiyari i Mausiliut, pastaj Kitabi Kuduriut, Hashia ibn Abedinit e tjerë. Fikun e ka mësuar për plot 7 vite.
Ka studiuar edhe usuli fikhun dhe tefsirin, si dhe shkenca tjera për të fokusuar përfundimisht tek hadithi. Për fatin e tij dhe të bashkëkohësve të tij, Damasku aso kohë gumzhinte nga dietarë shkollar të shumë. Me kalimin e kohës, diapazoni i tij i dijes u zgjerua. Ai tani më nuk ishte thjesht një pranues i dijes, por ishte edhe një kritik. Kishte një mendim të pavarur mbi atë që merrte. Hoxh Shuaibi gjatë studimeve kishte vënë re se si kishte mungesë të mjaftueshme sa i përket dijes përkitazi me kategoritë e haditheve, respektivisht mangësitë që ekzistonin në dallimin ndërmjet haditheve të sakta dhe atyre të dobta. Prandaj vendosi që të specializoj pikërisht në shkencën e hadithit dhe sunetit, duke bërë këtë fushë qendrën e jetës dhe kërkimit të tij shkencor. Përcaktimi për këtë fushë nuk ishte as pak e lehtë. Ai tashmë ishte mësimdhënës i gjuhës arabe, pra e kishte filluar një karrierë, por studimi i hadithit ishte çështje tjetër. Më ndryshe, i avlente që edhe mësimdhënia të lihej për hadithin. Fillimi i tij i parë në këtë fushë ishte në zyren Islam ose Al-Mekteb al-Islami në Damask në vitin 1958, ku ai drejtoi sektorin e verifikimit dhe redaktimit për plot 2 dekada. Gjatë kësaj kohe, ai botoi ose mbikëqyri më shumë se 70 vëllime nga veprat më të rëndësishme të trashëgimisë islame në fusha të ndryshme të dijes. Më pas, në vitin 1982, ai vendosi që punonte me shtëpinë botuese Ar-Risale në zyren e saj në Jordani, në Aman, ku sërish e mori drejtimin e sektorit të verifikimit të trashëgimisë. Këtu puna e tij u bë më e pjekur dhe më e gjerë, dhe mund thuhet se arritjet e tij më të rëndësishme në fushën e verifikimit të trashëgimisë u realizuan pikërisht gjatë punës së tij në këtë institucion, i cili me të drejtë konsiderohet një ndër pionerët e ringjalljes së trashëgimisë islame. Hoxha Shuaib kishte një metodë të qartë dhe të qëndrueshme në punën e verifikimit, e cila pasqyrohej në pothuajse të gjitha librat që ai kishte verifikuar ose mbikëqyrur. Këtë metodë ai e shpjegonte shpesh në hyrjet e zgjeruara që vendoste në fillim të librave, të cilat përmbanin jo vetëm sqarimin e metodës së verifikimit, por krahas tyre kishin edhe një biografi të plotë të autorit, një studim përgjithshëm përkitazi me librin, një përshkrim të detajuar të dorëshkrimeve të përdorura dhe shembuj prej tyre. Sipas Hoxhës Shuaib, verifikuesi i vërtet nuk e kufizon punën e tij vetëm në nxjerrjen e tekstit të saktë, ashtu siç e ka shkruar autori, por ai shkon edhe më tej, duke ndjekur idetë e autorit, duke analizuar pohimet dhe argumentet e tij dhe duke treguar aty ku autori mund të ketë gabuar ose mund mos ja ketë qelluar. Prandaj shpesh e gjejmë Hoxhën në mos pajtim me autorët e librave që verifikonte në disa çështje, si edhe në mos pajtim me dietarë të mëdhenj që e kishin paraprirë në këtë fushë, qoftë nga ata që kanë qenë të vjetër klasikët si Ibn Hajar al-Asqalani, apo edhe ata të rinj siç ka qenë për shembull Ahmed Muhammad Shakiri. Megjithatë, kur i kundërshtonte ata, ai ishte i kujdesshëm dhe i drejtë. Ai gjithmonë theksonte se kritika e tij nuk e zvoglon as pak vlerën apo pozitën e tyre, duke u udhëhequr nga fjala e imamit të madh, Imam Ahmedit, i cili ka thënë: nuk ka kaluar ndonjë njeri më i dijshëm në Horasan se Ishaq bin Rahiwaj, edhe pse në disa çështje
ai nuk pajton me ne, sepse njerëzit gjithmonë kanë pasur dallime me njëri tjetrin. Ky stil i balancuar dhe i ekuilibruar në kritik është nga tiparet më dalluese të metodës së Hoxh Shuaibit në verifikim. Diçka që rrallë shihet në punimet e studiuesve bashkëkohor. Hoxha Shuaib punoi për dekada në verifikimin e trashëgimisë same. Fillimet e tij, siç përmendëm, ishin në zyren islame në Damask në vitin 1958, ku për plot 20 vite ai drejtoi departamentin e verifikimit dhe redaktimit të haditheve dhe trashëgimisë. Ai ka verifikuar ose mbikëqyrur 10 vëllime të veprave të mëdha të dijeve islame. Numri i veprave që Hoxh Shuaibi ka verifikuar ose ka qenë si mentor ose mbikëqyrës në procesin e verifikimit arrin në më shumë se 240 vëllime, që përfshin libra të hadithit, tefsirit, fikhut, libra të biografive, libra të besimit, libra të metodologjisë së hadithit, madje libra nga letërsia dhe fusha tjera të dijes islame. Megjithatë, si vepra më të rëndësishme të hoxhës son janë Sharhu Sunne i Begaviut, që është në 16 vëllime, pastaj libri Imam Nevaviut Raudatu at-Talibin në 12 vëllime, cilin e ka redaktuar në bashkëpunim me hoxhën Abdulkader Arnautin, pastaj libri i Ibn Mendhurit Muhadhab al-Aghani në 12 vëllime, pastaj libri i Ibn Muflihut Al-Mubdi fi Sharh al-Mughni në 10 vëllime, pastaj libri Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir i Ibn Jauziut në 9 vëllime, cilin e ka redaktuar po kështu me Abdulkader Arnautin, pastaj libri Matalibu Ulin Nuha fi Sharh Ghayat al-Muntaha në 6 vëllime, cilin po kështu e ka redaktuar me hoxhën Abdulkader Arnautin, pastaj libri El-Kafi fi Fiqh al-Imam al-Mubajjali Ahmed ibn Hanbal në 3 vëllime, cilin e ka redaktuar po kështu me Abdulkader Arnautin, pastaj libri Manar as-Sabil fi Sharh al-Dalil në 2 vëllime, pastaj libri El-Manazil wa ad-Diyar i Usame ibn Munkidh në 2 vëllime, pastaj Musnedi i Ebu Bekr el-Marwaziut 1 vëllim, pastaj Siyar Alam an-Nubala i Dhahabiyut në 25 vëllime, pastaj libri El-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban në 18 vëllime, pastaj libri Sunan an-Nisai al-Kubra, cilin e ka redaktuar me Hasan Shelebiu në 12 vëllime, pastaj libri El-Awasim në 9 vëllime, pastaj Sunenin e Tirmidhiut në 6 vëllime, Sunenin e Daraqutniut në 5 vëllime, librin e njohur të Imamit Ibn Qayyimit Zad al-Ma'ad, cilin e ka redaktuar po kështu në bashkëpunim me hoxhën Abdulkader Arnautin dhe i cili ka 5 vëllime, pastaj libri i njohur i Imam Dhahabiut Tarikh el-Islam, cilin e ka redaktuar me Dr. Bashar Awad Ma'rufin dhe i cili ka 4 vëllime të botuara, pastaj librin et-Ta'liq El-Mumajjad Sharh Muwatta Muhammad Ebi el-Hasanat el-Leknawiut në 4 vëllime, pastaj Musnedin e Imam Ahmedit, i cili i ka plot 50 vëllime, i cili është botuar si pjesë e enciklopedisë së madhe të hadithit, pikërisht në mbikëqyrjen e hoxhës son, Hoxh Shuaib Arnautit. Po kështu ka redaktuar edhe veprën El-Adab al-Shar'iyya në 4 vëllime, pastaj veprën Tabaqat el-Qurrat të Dhahabiyut në 2 vëllime, pastaj veprën Mawarid al-Dham'an po kështu në 2 vëllime. Ka redaktuar edhe komentin e njohur të Ibn Abil Izzet, që i ka bërë Akides Tahavije dhe i cili ka 2 vëllime. Ka redaktuar edhe librin e mirënjohur të Imam Nevaviut Riyadus Salihin, i cili është
një vëllim. Këto vepra përfaqësojnë trashëgiminë e madhe shkencore të Hoxh Shuaib Arnautit, që atë e rëndit në mesin e verifikuesve më të mëdhenj të literaturës klasike islame në shekullin e 20 dhe në fillim të shekullit 21. Unimet e tij janë sot referenca standarde për studiuesit e hadithit, fikut dhe historisë islame. Ai ka bashkëpunuar aq shumë me Abdul Kadrin, aq sa njerëzit kanë fituar një përshtypje se mos janë vëllezër prej babait dhe prej nënës. Tek Hoxh Shuaibi kanë mësuar emrat njohur që vazhdojnë të shërbejnë shkencave islame edhe sot e kësaj dite si Ibrahim Zeybek, Adil Morshed e të tjerë. Hoxha ishte i kënaqur kur kishte parë secilin prej këtyre nxënësve të tij të aftë për të përballuar detyrat e kërkimit shkencor, për të përdorur me saktësi metodat e studimit të hadithit dhe për të punuar në mënyrë të pavarur. Ndikimi i Hoxhës ishte i qartë dhe i dukshëm në librat që këta student kanë verifikuar, dhe ata e kanë ruajtur gjithmonë me njohjen dhe respektin e thellë ndaj mësuesit të tyre, që ju zoj me durim dhe përkushtim. Këtë mund të avrejmë edhe në deklaratet e tyre. Profesor Ibrahim Zeybek, në parathënien e verifikimit që i ka bërë librit Tabakat Ulema el Hadith të Ibn Abdel Hadi, ka thënë kësaj: a mjafton vallë një fjalë falënderimi për mësuesin dhe shejkhun tim Shuaib Arnautin? A mund të përshkruaj me disa fjalë dashurie dhe sinqeriteti atë që ai ka bërë për mua? Detyrimi im karshiti është më i madh se çdo falënderim që unë mund t'ia shpreh, më i thellë se çdo lavdat që unë mund ta thurr për të. Ai më hapi sytë për realitetin e jetës, kur unë kërkoja rrugën time me mendje të re dhe zemër të ndjeshme. Ai bëri që ditët e mia me të jenë vite të pasura me përvojë dhe dije. Më mori për dorë në botën e verifikimit, më dha besimin e tij që është dhurata më e çmuar dhe më ndriçoi rrugën me diturinë e tij të gjerë. Prandaj mësuesi im, falënderimi im për ty është më i madh se çdo falënderim, dhe lavdërimi im për ty është më i lartë se çdo lavdërim. Allahu qoftë ai që të shpërblen më së miri për mua. Vlerësimet për punën e Hoxhës nuk kanë munguar kurrë. Hoxha Muhammed bin Lutfi Sabag, duke folur për të, ka thënë: tani për tani, unë nuk njoh diko që mund të jetë më i ditur dhe ta ketë shërbyer hadithin më shumë se sa Hoxha Shuaib Arnauti. Doktor Beshad Awad Maruf, cilin e cituam që ka bashkëpunuar me Hoxhën tonë, duke folur për punën e tij në verifikim, ka thënë: ai ka qenë dietar i aftë që i largohej famës, i Zotit për të kapërcyer vështirësitë, i mpreht në sqarimin e gjërave të paqarta dhe i aftë që të vështirën ta bëjë të lehtë. Sot ai është kalorësi i kësaj fushë të ndërlikuar që e njeh në thellësi dhe në hollësitë e saj. Pas një jete plot angazhim dhe aktivitete shkencore, më 27 tetor 2016, Hoxh Shuaib Arnauti vdes. Në ndarje, na duhet që të ndalemi dhe të nxjerrim disa mësime dhe përvoja me rëndësi nga jeta dhe veprimtaria e bekat e Hoxh Shuaib Arnautit. Ai ishte, si themi, një lloj fryti i mësuesve të mirë, prej të cilëve pati fatin të mësonte. Përzgjedhja e mësuesit ka rëndësi të jetë të madhe, sepse ndikon në formimin jo vetëm shkencor, por edhe personal të nxënësit. Hoxha Shuaibi, po kështu është fryt i një prindit përkushtuar, një babai që dijen e shehte si shumë të rëndësishme. Ne përgjatë kësaj serie, të nderuar teleshikues, kemi parë tek pothuajse secili personalitet
rolin pozitiv të familjes dhe angazhimin e madh të tyre në edukimin e fëmijëve. Biografia e Hoxh Shuaibit e konfirmon se shkenca nuk ka përkatësi. Shumë prej shkencave islame, emra të dalluar brenda tyre kanë pikërisht jo arabët. Hoxha Shuaibi, Hoxha Albani, Hoxha Abdul Kadri nuk ishin arab. Për caktimin për hadithin, Hoxha e kishte bërë për shkak të mungesës së vlerësimeve shkencore në këtë fushë. Për të qenë i suksesshëm, duhet që ta mbulosh një fushë ku ka mungesë. Përvoja e Hoxh Shuaibit na thret për bashkëpunim si një instrument shkencor. Bashk mund të jemi më të fortë edhe në shkencë. Bashk jemi edhe më produktiv. Bashk bëjmë vepra më të mëdha dhe më të cilësore. Ai punonte me dietar tjerë, me Abdul Kadrin, siç përmendëm edhe më parë, aq shumë kishte bashkëpunuar sa që njerëzit mendonin se janë vëllezër prej babai dhe nënëm. Përvoja e Hoxh Shuaibit shërben edhe për inkurajimin e nxënësve, për të mësuar dhe përgatitjen shpirtërore e profesionale për bartjen e punëve të mëdha shkencore. Njërit prej nxënësve të dalluar të tij, Hoxha i kishte thënë kësaj: mos ia shit mendjen askujt. Pra, je kritik, mos imito verbresht, mos ndiq pa argument, analizo, shqyrton e pastaj vendas. Mos ia shesim mendjen dhe zemrën askujt. Kështu jemi robër të sinqert të Zotit dhe kemi dije pa ngjyrime fanatizmi. Allahun e lutim që Hoxhën Shuaib dhe gjithë dietarët tjerë Allahu t'i mëshirojë, ndërsa neve të mësoj që të ndjekim hapat e tyre dhe të ecim gjurmeve të tyre. Deri në takimin tonë të radhës, qofshim në mbrojtjen e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.